Mitri është kalon në fuqi vendimin e shkallës parë, çështja është bërë rekurs dhe ndodhet në gjykatën e lartë. Pra ka kaluar dhe apelin. Ka marrë formën e prerë. Po, ja se do kthehem brapa te çështja se jam dhe Mark, si duket nga biseda? Stop një minutë. Si duket nga biseda? Nga biseda se para një herë se çfarë kanë procesi gjyqësor dhe timor do ta zbuloj tamam, ne nuk japim këtu drejtësi, po ne gjykojmë rastin. Nga biseda duket një rast i pastër korruptimi, do të thonë një njeri që ka një post shtetëror përfiton nga fakti që dikush ka një çështje aty në gjykatë dhe kërkon favore seksuale. Është absolutisht është i pastër. Nëse ajo është e vërtetë, se duhet pas parasysh se mund të ketë montazhe, mund të ketë në gjitha rastet duhen verifikuar gjërat, pra s'mund ta bëjmë fajtora. Vendimi i fundit jepet mbasi të shqyrtohen gjitha. Jo, e di, po edhe ne nuk mund ta gjykojmë atë si kriminal deri në momentin që ne jemi të sigurt që ajo ka ndodhur. Por me ato që na shfaqen aty, ato janë shumë të rënda. Po, ato është shumë, po. Është vërtetuar autenticiteti përpara i bisedës? Po. Krejtësisht. Ndërkohë që Iris, biseda, pjesa e parë e bisedës? Pjesa e parë e bisedës unë them që është aq e qartë dhe nuk e kuptoj edhe ndërhyrjen e avokatit nga kjo pikpamje se çfarë quan ai pjesë korruptive dhe jo, dhe pse prokuroria ka bërë padinë e gabuar për mënyrën se si e ka bërë akt akuzën, aq më shumë që për shkrimin e veprës penale. Aq më shumë që në fakt këtu e lexon edhe Neni e ka shumë të qartë që thotë cili është korrupsioni pasiv i gjyqtarëve, prokurorëve dhe funksionarëve të tjerë në organet e drejtësisë, kur ata marrin drejt për drejt ose torthorazi një përfitim të parregullt. Dhe në këtë rast ne kemi të bëjmë nga fillimi deri në fund me një përfitim që është i parregullt. Ti nuk del, tani ta mbaroj unë këtë gjë. Është vepra penale në rastin konkret. Unë mendoj që ne nuk do të bëjmë këtu leksione njëri tjetrit dhe mendoj që zotëria nuk e ka Nuk e ka konsumuar vepra penale. Të vija për kafe, si të vija për kafe, ti më kërkove të tjerat mua, si të vija për kafe unë thotë. Po ti ato gjërat e tjera te kafe. Ka konsumuar vepra penale apo jo tani? Një minutë. Në momentin që ti më bie në siklet janë kërkoje të tjera gjëra. Lutem se do të jemi pak serioz kur flasim. Absolutisht, dhe unë po flas të tillë që dalin me seriozitetin më të madh. Dhe pyetja ime është shumë serioze në këtë rast është nuk është konsumuar vepra penale, prandaj po të pyes. Pyetja ime është, ta mbaroj tani të lutem. Pyetja ime është, ti